Çfarë krijese e mrekullueshme jam unë, I krijuar për të qenë burim bekimi për shtëpinë tënde, për familjen tënde, për njerëzit që janë pranë teje. Unë ec për të bekuar njerëzit, familja ime është e bekuar përmes jetës sime, miqtë e mi janë të bekuar përmes jetës sime, kombi im është I bekuar përmes jetës sime. Unë kam një gojë që bekon, unë jam burim bekimi. Sepse unë marr nga burimi që është Jezusi dhe e derv tek njerëzit. Zoti ka vendosur një copës të aftësisë së tij brenda teje. Em puerten të tentifive, viti I trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Çfarë viti është? Në vitin e fuqizimit, në vitin në të cilin duhet të forcohemi, të rritemi, të stërvitemi. Na tregu si është, duhet të stërvitemi, duhet të stërvitim shpirtin tonë. Amin. Dhe sot do të flas për dhurata motivuese. Thuaj ashtu siç është dhurata motivuese. Disa kanë studiuar tashmë, por ne po I shqyrtojmë dhuratat. Sa dhurata shpirtërore ka? Sa dhurata shpirtërore ka? Kush jep më shumë? Kush jep më shumë? Kush jep më pak? Ekzistojnë 21 dhurata shpirtërore. Sa dhurata shpirtërore ka? 21 faktorial. Si ndahen ato? Thuaje me mua. 7 dhurata janë motivuese. Më thuaj si është, si jam unë. Motivues. Kush na I jep këto dhurata? Ati na I jep këto dhurata. Shikoni tek Romakëve 12-13 kështu. Për hirin që më është dhënë, I them secilit prej jush të mos ketë për veten një mendim më të lartë se sa duhet të ketë, por të ketë për veten një mendim të matur, sipas masës së besimit që Zoti, thuaje si është, Zoti na ka dhënë. A është ky pasazh në kontekstin e listos? Disa dhurata motivuese që do t'i gjejmë te Romakëve 12 nga 6 deri në 8 në rregull. Pra, ju thoni si dhurata motivuese. Sa janë atje? 7. Pastaj do të gjejmë 9 dhurata të frymës së shenjtë. Sa janë atje? 9. Kush na I jep këto dhurata? Fryma e shenjtë, 1 Korintasve 12:11. Por të gjitha këto gjëra kryen nga I njëjti frym, duke I ndarë secilit individualisht sipas dëshirës së tij. Pra kush I jep dhurata? Thuaj si dhuratë është një dhuratë, nuk është se duhet të thuash agjerim dhe lutje për të pasur një dhuratë, është një dhuratë. Zoti dëshiron të jap, Zoti dëshiron t'ua jap këtë dhuratë të gjithëve. Pra, nëse dua të jap një dhuratë, por ti thua se nuk e dua, kjo është puna jote. E dua, I dua të gjithë. Në fakt, bëje këtë, dua të gjitha 21. Të gjithë së bashku, po. Amin. Pra, 7 dhurata motivuese, 9 dhurata të frymës së shenjtë që do t'i studiojmë, do të bëjmë këtë seminar 24 orësh, plot me gjëra mbinatyrore. Dhe pastaj ka 5 dhurata shërbesash. Më tregu si është ministroria? Odomata, që është fjala greke për dhuratat shërbesore. Sa ministri ka? Kush na I jep këto dhurata shërbesore? Jezus. Efesianëve 4:7 thot, por secilit prej nesh ju dhahiri sipas masës së dhuratës. A thoni ju si dhuratë? Për Krishtin Efesianët 4:11 është ai që na dha apostuj, disa profet, disa ungjilltar, disa barinj, disa mësues. Pra, çdo grup dhuratash jetët nga një person I trimis. Amin. Pra, sa bën 7 plus 9 plus 5? Pra, sa dhurata shpirtërore kemi në Bibël? Për çfarë janë këto dhurata? Ato janë mjete me të cilat Zoti të fuqizon. Thuaj, si më fuqizon Zoti?
që unë të mund të shërbej në rregull. Por çfarë na jep Zoti këto dhurata? Pra, dikush nuk mund të thotë, unë jam një apostull. Sepse është një dhuratë shërbimi, thuaj, është shërbim. Bëjmë kështu, kush këndon? Kush këtu ka një zë të bukur? Kush mendon se ka një zë të bukur? Thonë, edhe unë kam lindur në konservator për 10 vjet, por askush nuk më ka hapur ndonjëherë. Gjithsesi, pra, praktikisht, kur Zoti të jep një dhuratë, le të themi që është një dhuratë natyrore, të kënduarit ke një zë të bukur. Zoti të jep një zë të bukur për të kënduar për veten tënde apo për të tjerët. Për të tjerët. Le të themi që Zoti më jep dhurata profecie. Apo filloj të profetizoj për veten time? Apo është kjo dhuratë për të tjerët? Pra, trego se si të 21 dhurata të janë dhënë ty mua në mënyrë që unë të shërbej të tjerëve. Amin. Pra, sot do të përqendrohemi në 7 dhuratat motivuese. Thuaj si motivues. Le të shohim kuptimin e fjalës motivin në gjuhën biblike, do me thënë në hebraisht dhe greqisht. Në hebraisht, motivimi shpesh përkthehet në terma që lidhen me veprimin ose qëllimin e një fjale. Është e lidhur me nediva. Fon pak hebraisht. Nediva tregon bujari, disponueshmëri dhe pasqyron motivimin e brendshëm për të kryer vepra të mira. Një fjalë tjetër është kavana. Ju thoni si? Kavana. Dhe do të thotë qëllim dhe i referohet qasjes, motivimit shpirtëror pas një veprimi. Pra, është një motivim shpirtëror, një shtys, si? Motivimi është një shtys. Është një shtytje. Motivimi është një shtys. Sot kemi shumë njerëz që janë atje duke bërë video motivuese. Ata duan t'ju shtryjnë të bëni diçka. Fryma e shenjtë, edhe para trajnerëve, para të gjithëve, është tashmë një frymë që të motivon të shtyn. Si thua ti, më shtyn të bëj diçka shpirtërore. Megjithatë në greqisht, koncepti i motivimit mund të shprehet me këtë fjalë. Qinitra që do të thotë nxitje ose motiv, përdoret për të përshkruar një person që ndërmerr veprime. E shihni si është. Motivimi, shtytja e Zotit më bën të veproj. E kundërta e kësaj fjale është adranea ose adioforia që do të thotë indiferencë, pasivitet ose inercion. Pra, kjo do të thotë që nëse unë kam një dhunti motivuese, unë jam një person aktiv. Është ati, pra Zoti, ai që vendos këtë shtys mbi natyrore që kur lindim brenda nesh dhe pastaj ne do të zbulojmë kur jemi në Zotin pse na ka dhënë këtë shtys. E dini si është një shtys e brendshme. Përsëri është një shtys e brendshme. Shikoni ku i gjejmë. Vëndit motivuese në Bibël, Romakëve 12, unë do të filloj nga vargu 4 që ta kuptojmë kontekstin, le t'i lexojmë së bashku. Sepse ashtu si një trup i vetëm ka shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyret nuk kanë të njëjtën funksion. Thot nuk kanë të njëjtën funksion, po ashtu edhe ne që jemi shumë. Jemi një trup i vetëm në Krishtin dhe individualisht jemi gjymtyrë të njëri tjetrit. Duke pasur pra dhunti të ndryshme, si janë ato? Dhunti të ndryshme. Sipas firit që na është dhënë. Më trego si është. Më është dhënë kjo dhuratë me han të hirit. Është falas, si është, sa kushton. Falas. Sa bukur. Sa bukur. Nëse kemi dhuratën e profecisë, le të profetizojnë sipas besimit. Le të themi sipas besimit. Nëse është një ministri, le të presim ministrinë. Nëse e mësim dhënies, për mësim dhënien. Nëse është për këshill, për të këshilluar. Kush jet, le ta bëj me thjeshtësi. Kush udhëheq, le ta bëj me zell.
Kush bën vepra mëshire, le t'i bëj me gëzim. Pra, 7 dhurata të nxjerra nga ky pasazh biblik, të cilat nuk janë si 9 dhuratat e shpirtit dhe as si 5 të tjerat nuk janë këto. Le të shohin së bashku dhuratën motivuese të profecisë, dhuratën motivuese të shërbimit, dhuratën motivuese të mësimdhënies, dhuratën motivuese të këshillës ose inkurajimit, dhuratën motivuese të vënies, dhuratën motivuese të paraprirjes ose të qenit udhëheqës dhe dhuratën motivuese të veprave të mëshirës. Amin. Le të kalojmë te e para, kështu që sot do të bësh një provim. Kush i pëlqen të bëj provime? Sidomos tek brad. Le të shohim nëse jam i shëndosh, i shkurtër, çfarë lloj. Në rregull. Sot mund të bësh një test dhe të zbulosh se çfarë dhurate motivuese, do me thënë, çfarë shtyse mbi natyrore ka vendosur Perëndia brenda teje. Ndonjëherë ka më shumë se një. Kush është gati ta di? Perfekt. Le të vinë të dhurata motivuese profetike. Para së gjithash, dua të bëj një dallim midis dhuratës së profecisë, e cila është një nga dhuratat e frymës së shenjtë, dhe midis profecisë, e cila është një nga dhuratat e onmatës, të cilat janë të ndryshme. Pra, dhurata motivuese profetike është e ndryshme nga dhurata e profecisë, e cila është e ndryshme nga shërbesa profetike. Nëse kam dhuratën motivuese profetike, nuk e kam domosdoshmërisht dhuratën e profecisë, nuk është e thënë domosdoshmërisht të jem profet, por e kam dhuratën motivuese profetike. Amin. Cili është ndryshimi? Le të shohim dhurata e profecisë, një nga 9 dhuratat e frymës së shenjtë në 1 Korintasve 4:3 do të thotë se është një dhuratë që ndërton, ngushëllon, këshillon. Më trego si është: ndërton, ngushëllon, këshillon. Çfarë bën ajo? Ndërton, të bën të rritesh, mbushëllon, këshillon. Ndërsa shërbesa profetike është një shërbes plot në zbulime. Më trego si është. Zbulime për atë që dikush ka bërë në të kaluarën dhe për atë që do të bëjë në të ardhmen. Vëndit që përdoren këtu janë fjala e njohurisë, pra ajo që dikush ka bërë në të kaluarën ose sot, dhe fjala e urtësisë, ajo që dikush do të bëjë në të ardhmen. Zakonisht profeti jep drejtim për konde, qytete. Zakonisht shërbesa profetike jep drejtim kishës, varet nga nivelet. Ka profet që janë në nivelin e një qyteti, të tjerë në nivel botëror, të tjerë në nivel kombi. Por japin drejtim, kisha është themeluar, thot Bibla, mbi shërbesën apostolike dhe profetike. Çfarë do të thot kjo? Apostulli hap rrugën, fjala apostull do të thot pimon, ai që udhëheq rrugën atje ku askush nuk ka predikuar ende dhe profeti jep një drejtim shpirtëror kishës, në rregull. Këto janë themelet e kishës. Por dhuntia motivuese profetike është ndryshe. Pra si zhvillohet ky shtytje? Janë persona që kanë një dallim të mbinatyrshëm për të tjerët. Kush ka njohur ndonjëherë ditë që, për shembull, ti sheh një person shumë të sjellshëm dhe thua sa i mirë është dhe ka dikush që bën kështu? Kush ka njohur ndonjëherë dikë të tillë? Që thot, më vjen keq, nuk më bin. A nuk e ke parë kurrë atë person? Ajo dukej e lezetshme. Të gjithë thonë se është e lezetshme dhe ky person e bën këtë. Por, dhe ti thua se e njeh atë? Jo. Edhe në një rrethant ka një moment kur dikush thot, ah jo, sepse të gjithë shkuan atje, ishte e bukur. Diçka nuk shkon. Më thuaj si është, diçka nuk shkon. Është një dallim mbinatyror, jo një gjykim. Shumë do të mendojnë se personi që ka dhuntin motivuese profetike i gjykon të gjithë. Sepse do të thonë, oh, ti i gjykon të gjithë, dhe dikush nuk do të gjykojë. Por ai që ka këtë shtysë profetike, sheh ato që të tjerët nuk i shohin. Kush mjen di këtë tillë? Kush mendon se është i tillë? Nuk të lëreha. Ka një dallim për rrethana. Se e vendos Zoti këtë person në kishë? Për të mbrojtur kishën.
Amin, thuaj me mua për të mbrojtur kishën. Problemi i vetëm me këta njerëz është se shohin situatën aq qartë dhe personin aq qartë sa ndonjëherë u mungon ndjeshmëria. Sepse ata menjëherë do të thoshin se ajo që thua nuk është e vërtetë dhe këtu t'i shkatëron zemrat dhe njerëzit. Pra, ky person duhet të punojë shumë në diplomaci, të themi me mua, ai duhet të jetë diplomatik. Është e vështirë kur shet diçka, apo jo? Që ti fillon ta thuash, por ajo tha, ti e bën kështu. Ndonjëherë fjesht nuk mund të heshtësh. Këtu, ata që kanë dhuratën motivuese profetike kanë një shtysë dhe një aftësi dalluese mbi natyrore për gjërat, rrethanat, datat, njerëzit. Amin. Kush mendon se e kanë këtë? Ndonjëherë, kur një dik që e ka këtë dhuratë, ndoshta do të thuash, oh po, kur ju, veçanërisht pastorët, udhëheqësit, e kuptoni se ai person gjithmonë e ka të drejtë, duhet ta dëgjojmë, amen? Sepse kanë dhe ata që gjithmonë kanë një vizion dashamirës dhe nga ata që ndonjëherë kanë nevojë që tjetri t'i ndihmojë. Do të arrijnë në pikën e vizionit të dobishëm. Kush në Bibël, sipas jush, përveç se ishte profet, kishte edhe dhuratën motivuese profetike. Jeremia përtej asaj që Zoti i thoshte, ai shikonte mbretin dhe thoshte jo. Dhe ndonjëherë është futur edhe në burg disa herë. Nuk është se të gjithë profetët u burgosën, shumë prej tyre, por ai në veçanti, sepse ai ishte i tillë dhe shkaktoi vdekje dhe lëndime. Dakor? Jeremia. Le të shohim dhuratën e dytë atëherë. Dhurata motivuese e shërbimit thuajeni ashtu siç është, një shtysë për të shërbyer. Ata që kanë dhuratën motivuese të shërbimit në përgjithësi nuk kërkojnë famë. Ata janë njerëz shumë të thjeshtë që punojnë prapa skenave. Ka nevojë, llogarit tekon. Nuk është në skenë, nuk kërkon përkundrazi të të fshihet, sepse dëshiron të shërbejë. Ai shën nevojën për shërbim kudo. Ka nevojë të drejtoj dikush, shkoj unë. Dhoma e zhveshjes nuk është në rregull, e rregulloj unë. Madje ka njerëz me dhuratën motivuese të shërbimit që ndonjëherë harrojnë të vendosin gjën. Njerëz që nuk janë fare të asaj fushë që fillojnë e thonë, duhet të ndihmoj. Ata duan gjithmonë të ndihmojnë. Si thoni ju? Duan gjithmonë të ndihmojnë. Këta njerëz janë shumë praktik. Si thoni ju? Praktik. Nuk janë aty për të spiritualizuar. Dikush thot, kam nevojë për punë, nuk të thonë do lutem për ty, por të thonë prit, shiko këtë faqe, e ke parë ndonjëherë? Ndoshta të ndihmoj unë për këtë. Këta janë njerëz që kanë një shtysë, si thoni ju, çfarë është një shtysë? E dhënë nga Zoti për të shërbyer. Dhe ndonjëherë harrojnë anën shpirtërore, sepse janë shumë praktik. Kush është kështu? Kush ishte kështu në Bibël? Marta po mendonte si t'i laj këmbët Jezusit, rrotulloi rreth Jezusit dhe dishepujve, duhet ta gjej shtëpinë gati, dhe Maria? Jezusi, ajo kishte harruar që aty ishte Jezusi, donte të organizonte, gjithçka duhej të bëhej mirë. Kjo është ana e mirë, ana e keqe është që personi mendon se i shërben Zotit vetëm duke bërë dhe harron të adhurojë mbretin. Prandaj keni kujdes. Kush mendon se ka këtë dhunti? Në përgjithësi, kjo dhunti është ajo që ne e quajmë shërbesa e ndihmës. Thuaj me mua, shërbesa e ndihmës. Sa shërbesa ka në Bibël? Po të jap një këshill. Apostull, profet, engjëllor, mësues, bari. Perfect. Dhe të tjerët thonë njëri, por unë jam nga shërbesa e ndërmjetësimit. A ka një ministri ndërmjetësimi? Nuk janë 5 shërbesat e zbutura. A është ajo e muzikës? Jo në 5 ministrit e omatës. Se e quajmë atëherë ministrinë e muzikës? Sepse fjala ministri do të thotë shërbim. Pra, nuk mund të thuash se jam lavdërues. Duhet të thuash i përulur. Unë shërbej në lavdërim. Unë shërbej këtu.
shërbëtor në ndërmjetësim. Amin. Është një shërbim. Na tregoni si është një shërbim. Perfekt. Pra, çfarë janë ata? Ato quhen ministritë e ndihmës. Më thuaj si është, si quhen? Ministritë e ndihmës, do me thënë, është një shërbim që ndihmon. Kujt i ndihmon? 5 ministrive. Ministria pastorale është një nga 5 ministrit dhe kjo po më ndihmon mua. Pra ministria e ndihmës së lavdërimit, ministria e ndihmës së ndërmjetësimit që janë aty duke u lutur, ministria e ndihmës. Në Bibël a i quaj edhe dhjak, në dhjatën e vjetër queshin edhe levit, ata që kujdeseshin për shtëpinë e Perëndis. Amin. Perfekt, le të kalojmë të dhurata e tretë motivuese. Më trego si është dhurata e tretë motivuese. Pra, për momentin kemi mësuar se e parë është profetike, e dyta, shërbim. E treta është dhurata e mësimdhënies. Pra, ekziston një nga 5 shërbesat që është shërbesa e mësuesit. Kush ka shërbesën e mësuesit, ti mund ta kesh lexuar Biblën 200 herë, por kur e lexon ai person, ti thua, nuk e kam lexuar kurrë. Si puna e një subire që është në detyrë që arrin të nxjerrë nga një fjalë të vetë me një bolt të tërë dhe të çonë në zbules. Ky është shërbesa, dhurata motivuese profetike, që zakonisht kush ka këtë shërbes, ka edhe këtë, por nuk është e thënë. Është një shtys drejt mësimdhënies. Çfarë do të thotë kjo? Janë ata njerëz që flasin duke mësuar. Kush një dik që flet duke mësuar? Pithuar është fuji, pra shkon të bësh një njoftim, ky është fuji, a i bën njoftimin. Është fuji ku Bashkimi Evropian, në vend që të bën të bomba, ka bërë diçka të mrekullueshme, ka ndërhyrë ndërkohë që Kina stërviste ushtrinë. Ne kemi ndërhyrë të gjëja e vogël roz në ujë, shumë i rëndësishëm është puna e Bashkimit Evropian. Shikoni kemi. Dhe ky person do t'ju thot në vend që të thot se ka ujë për ata që duan rëndësinë e ujit. I thua, jo sepse dua të blej këpucët, a e di se nga çfarë janë bërë ato këpucë? Ndoshta thua, sa mirë, hajde të ham vezë, a e di që vezët përmbajnë salmonel? Pra, është mirë kur ky person nuk flet shumë. Amen. Kujt duhet t'i kushtoj vëmendje një person që ka dhuratën motivuese të mësimdhënies? Duhet të kesh inteligjencë sociale, ndonjëherë flet me veten, sepse të ndoqa deri te salmonela. Dhe pastaj tregon të gjithë historinë e botës, dhe pastaj granatën, pulën, vezën, atëherë je tashmë i humbur. Nuk e di nëse e dini, por komuniteti shkencor këtë javë ka bërë një zbulim djen. Kush e ka lexuar? Kanë thënë, kemi parë natën e pulës të vezës që pula ka lindur e para. E kanë zbuluar më në fund. Është shkruar në Bibël para Mojsiut, para Abrahamit. Por, me qenë se nuk lexojnë, u deshën 6.000 vjet për të zbuluar se pula është bërë e para. Mjeduar trokitje për komunitetin shkencor që vjen gjithmonë në plan të dytë. Oh, sa e mrekullueshme. Mezi i prisnin që edhe ti të bashkoheshe me ekipin tonë. Kush ishte një person që kishte dhuratën e mësimdhënies përveç se ishte mësues? Pali. Kush e mban mend që Pali po jepte mësim dhe ata ishin në katin e dytë dhe në një moment të caktuar, ndoshta një adoleshent i quajtur Eutiko po jepte mësim, donte të thoshte diçka dhe po thoshte 20 dhe në një moment të caktuar djali bëri. Dhe a i vdiq ndërsa dëgjonte apostullin Pal, prandaj jeni të sigurt. Shiko, unë e adhuroj këtë pjesë sepse shiko si ndodh, djali vdes, mbaron kisha, apo jo. Shkojmë në shtëpi, thrasim ambulancën, nuk e di, apo jo. Pali zbret, ringjall Eutikun dhe thot, tani ngjitu përsëri lart se ne do të vazhdojmë mësimin edhe 5 orë, prandaj qëndro i qetë nëse sot zgjat pak. Pali, numër 4, dhuntia e nxitjes ose inkurajimit, disa e quajnë edhe ngushëllim.
Çfarë shtyse ka kjo person? Kjo është ajo që e sheh gjithmonë gotën gjysmë plot dhe kol gjysmë bosh. Profetiku pothuajse gjithmonë e sheh gotën gjysmë bosh, ky tjetri pothuajse gjithmonë e sheh plot. Dikush thot, më është prishur dera, fantastike, do blesh një derë të re. O Zot, kam bërë një aksident mrekulli, Zoti deshi të jap një makinë të mrekullueshme. Dikush thot, nuk e di nëse mundem, sigurisht që mundesh. Kjo është personi që gjithmonë inkurajon dhe të nxip në një mënyrë pozitive. Thuaj me mua, të inkurajon me një mënyrë pozitive. Nuk mund ta bëj? Po, mund ta bësh. Ky person ka një shtysë të brendshme për t'i shtyrë njerëzit drejt thirrjes së tyre dhe drejt në të mirës së tyre. Por nuk e di nëse mund të vrapoj, sigurisht që ti mund ta bësh dhe ndonjëherë thua do të vrapoj me ty, hajde të ikim. Hajde të bëjmë gjimnastik bashk, hajde të mësojmë anglisht bashk, hajde të lexojmë Biblën bashk. Duan të shtyjmë përpara, gjithmonë shohim përpara, janë njerëz me humor të mirë. Kush është me humor të mirë? Nuk e di nëse në Itali